Dy çështje dua të shtroj. Një aspekti procedural, a mund të arrihet, pra kur mund ta konsiderojmë që certifikohen rezultatet dhe a shihni pra më pas qoftë si pasojë e rezultatet zgjedhjeve apo edhe gatishmëri politike që përfundon konstituimi i institucioneve shpejt. Atëherë, po edhe nga ajo që KXZ tha 12-14 ditë për të kryer numërimi, edhe me afatin që lejohet për ushtrimin e ankesave, haletasëm në maksimum prej 10-12 ditëve sa i merr në bazë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, atëherë ne mund të jemi ka data 15 me rezultatet të certifikuara, eventualisht 20 të shkurt. Dhe në rastin e tillë, para datës 4 mars, 3 mars, po them që presidentja aktuale do duhej me vepru me shpejtësi që në 10 ditët e para të brenda afatit për 30 ditëve, sepse nuk mund të thras seancën më herët se 5 ditë, për shkak që i nevojitet kryetarit aktual për me thirrë përfaqësuesit të partive politike me përcaktuarjen e ditës, ajo do duhet që në ditën e 6 brenda 30 ditësh me thirrë seancën konstituive, në mënyrë që me u konstituu kuvendi duke u votu kryetari dhe gjithë kryetarët. Para kësaj do duhet që me pas edhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, sepse ka një rast që është dërguar nga deputetët serb për çështjen e nënkryetarit nga radhët e komunitetit jeshumit serb, që të sqarohet që mos të hyjmë në atë seancë me këtë problem, sepse e dim që mund të ndodhë që ti merr 2-3 ditë kohë zgjedhja e nënkryetarit, po ta kemi edhe atë aktgjykim, po shpresojmë dhe besojmë që gjykata nxjerr atë ditë, tek më pas, po atë ditë kur konstituohet kuvendi me u formuar qeveria, meqense tani më e dim që lëvizja vendosje ka shumicën, gati se shumicën e nevojshme, me komunitetet e përbën shumicën e nevojshme, po atë ditë me votu qeveria dhe brenda 2-3 ditëve, ose edhe po atë ditë ishte dashur me pas seancë të jashtëzakonshme të kuvendit për me votu ligjin për ndarjet buxhetore për vitin 2026, sepse ligji për ndarjet buxhetore pavarësisht që mund të pajtohemi me të ose ligjërisht ose çka do qoftë në raport me projektet të cilat i ka parashikuar lëvizja vendosja, ai do të me u miratu në mënyrë që mos milon 94.000 zyrtar publik pa pagat, projektet infrastrukturore me nis me u ekzekutu, në ndërkohë në atë seancë do duhet me votu edhe 2 marrëveshje që vijnë nga plani i rritjes, njëra me Bankën Botërore, buxheti për 4 komunat në veri dhe buxheti i qëndrueshëm për të këndonë. Këto do duhet me umbërri brenda 2-3 ditëve në mënyrë që mos me mbërrit ndonjë situatë pa parashikueshme pas datës 4 mars. E këto mos me hy në atë që në kushtimisht pazarin për presidentin ose presidenten. Domthonë është rendi logjik i gjërave do të duhet të ishte konstituim kuvendit, formim i qeverisë, miratim i këtyre çështjeve që i përmenda, por presidenti pozicioni i kësaj pozite të rëndësishme shtetënore do duhet me ardhur pasi që të kryhet kjo, dhe jo me u bë, si më thon, kusht për ta votu ose për ta mos votu një president ose presidente. Dohon është pozita shtetënore si kjo e presidentes mund të pret dhe 30+30. Ka afat dhe kjo mund të bëhet. Ne mund të jemi edhe me ushtrues të detyrës së presidentit për 6 muaj ditë dhe mund të mos jemi me zgjedhje pra tani, nëse është ushtrues detyrë. Po jo po nuk po ushtrues po mund të jemi me zgjedhje, por po them që nuk mund të mos, si me thonë, pasojat janë më të mëdha nëse jemi pa buxhet se sa me ushtrues detyrë të presidentit. Jakupi, edhe një pyetje.